atik. Nuk është si dhjetori i vitit të kaluar, se pas çansin vitin e kaluar, një dhjetori i ashpër sa i përket acarit, rryma më kishku mu 300, vallaj 300 euro në rrymë, mi pagun mujt, unë e kam përgja fështirë mi dal, 2 vajzat mi qenë në shkollë, se po do të mi qenë me vetur, sepse s'ka transport për i shtëpisë, tjetrën qerdhe mi ja pagu qerdhen privat, mos të flasëm për pushime dimërore, mi bosa ato veç televizor kana mujt mi pa, se për që mujna me shku dikun, atë është fështirë. Zoti ministër, a mundesh ministër, zoti ministër në detyrë ose zoti Murati, a mundesh na tregu me terma pak më që mund me kuptu çysh ka me mujt një familje me një pokë, që na i kemi dy familje, dhe mja dalë, po. Tash, kur janë disa tema, do më thonë çështja e inflacionit, energjia elektrike, kosto e saj, edhe se çka ka bërë qeveria. Do më thonë pak a shumë këto 3 tema, që veç kërkoj kohë nëse më lejohet që ta shtroj argumentin. Sepse është çështje komplekse që ndoshta një emisioni tonë s'mjafton me i shqirë gjitha argumentet. Por kërkoj mirë kuptim. Sa i përket inflacionit, duhet të bazohemi në shifra. Këto janë shifrat nga FMN-ja, Fondi Monetar Ndërkombëtar, pra shifra zyrtare, institucion i besueshëm ndërkombëtar. Këtu është Kosova sa i përket nivelit kumulativ të inflacionit për periudhën 2021-2024. Domethënë, shifeni, vetëm Shqipëria qëndron paksa më mirë, për shkak si rezultat i valutës më të forcuar karshi euros, domethënë ka ndiku pozitivisht për shkak të turizmit është forcu valuta, e kësaj kostoja e produkteve të importuara nga Evropa nuk është përkthyer tërësisht në kosto më të lartë në lek, se është forcu leku. Përndryshe, gjitha shtetet e tjera, Bosnia-Hercegovina, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë më keq se sa Kosova sa i përket inflacionit. Kjo është raport zyrtar i FMN-s. Kjo është inflacion, nuk është vetëm Kosovë, është edhe dipa. Vetëm këtë sqarim se shpesh herë në fakt ka ndodhur në gjithë botën për shkak të pandemisë, krizës globale. Se shpesh herë konstatimi, por kosto është rritur ministër. Në 5 vite të, prej 2020 është rritur kosta e jetesës. Po pajtohemi këtu, vetëm se le ta konstatojmë si ka ardhur deri këtu, se shpesh herë çfarë po tentohet të shtyhet përpara, sidomos nga opozita, është një konstatim me 2 të pavërteta, thonë ka pas qeveria i ka rrit çmimet, gjë që është e pavërtet, edhe thonë nuk i ka rrit fare pagat. Gjë që gjithashtu është e pavërtet. Tash hajde ti demantojmë. Pacientit i është rënduar gjendja. Pyetja është, ka bërë doktori punën e dur apo se ka bërë doktori punën e dur? Prandaj kërkova mirë kuptimin fillim. E para është, pra le ta demantojmë të parën. Nuk i ka rrit qeveria çmimet. Çmimet gjithë po pajtohemi që janë një ndikim global, si pasojë shumë faktorëve. Në studiot pakten e dim. Atëherë, çka kemi bën ne si qeveri? Ne kemi pas mundësi çka të bëjmë mrena, se kostën e një produkti që importohet nga Gjermania apo naftën prej Arabisë Saudite s'mund ta ndryshojmë. Kuptoj. As kostën e energjisë elektrike që importohet nga bursa nuk mund ta ndryshojmë. Nëse në Hupex të Hungarisë kostoja ka shku 700 euro megavatit azëm në vitin 2022, nga krejt çka kemi mujt me bë ka qenë me hyrë ndërmjet, pra bursës edhe konsumatorëve me absorbu një pjesë të asaj kostoje, mos me leju mu rrit kostoja në mënyrë të papërballueshme. Pra, fillimisht po flas çka kemi bërë në tërësi e pastaj kthehemi te energjia konkretisht. Në tërësi ne jemi mundu që me e stopu sadopak këtë vrullin e inflacionit, sepse një pjesë ka ardhur prej jashtë, por një pjesë është gjeneruar edhe mrena si pasojë e nga rendjes së shumë korporatave për të rritë marzhat e fitimit. Ne kemi dorëzu ligjin për çmime tavan, është miratuar në parlament, mirë po LDK-ja e ka dërguar në gjykatë kushtetuese dhe fatkeqësisht gjykata kushtetuese e ka rrëzu mbi bazën e ekonomisë së tregut të lirë apo ekonomisë së lirë të tregut, siç i thoshin ata. Kjo ka qenë gabim fatal, sepse na e ka pamundsu që ne ta kufizojmë marzhën e fitimit në produkte bazike, siç e bën e gjithë Evropa, siç e bën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për disa produkte. Por ja që neve na është mohu kjo gjë. Ky riprocedimi i këtij ligji do të jetë njëri ndër 5 vendimet e para në mandatin e ardhshëm. Pra ligji për çmimet tavan do të riprocedohet në kuvend. Këto na kanë gëzu. Çka kemi bërë tjetër? Synimi ka qenë si ta rrisim, ta mirëmbajmë fillimisht e pastaj ta rrisim fuqinë vlerëse të familjeve. Një raport i UNDP-s që është publiku, pa të thonë në vitin 2022 që mënyra se si me mbështet familjet në këtë krizë të kostos së jetesës është me rrit mbështetjen për familjet në asistencë sociale, si dhe ato familje që kanë fëmijë. Pikërisht këto kemi bën ndërhapat e parë. Pra kemi rrit mbështetjen për asistencë sociale asë kohë 30%, si dhe kemi shtu shtesat për fëmijë për gjithë fëmijët si skemë universale, edhe për nanat lehona. Aktualisht
Pra transferi nga buxheti që bëhet tek familjet,